This is the edited master of the Portrait of Jesus in the Albanian language. Side 1. Portretizimi i Jezusit nëpërmjet tregimeve të kësaj kasete është bërë duke marrë pasazhe nga të katër Injilit e shkruar. Për një përmbledhje të plotë të atyre gjërave që ka bërë dhe ka thënë Jezusi, ju duhet lexoni ose të dëgjoni të gjithë Injillin të shkruar në 10 nëre nga Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni. Çfarë është ky që i nënshtrojnë era dhe dallgët? Në shkretirën e Judes u paraqit Gjon Pagëzori. Ai predikonte: "Kthehuni, sepse u afrua mbretëria e Zotit. Njerëzit nga Jeruzalemi, nga mbarë Judeja dhe nga krajina e Jordanit vinin tek ai. Pranonin publikisht mëkatet e tyre dhe Gjoni i pagëzonte në lumin Jordan." Në predikimet e tij ai thoshte: "Pas meje vjen njëri që është shumë më i pushtetshëm se unë, dhe unë nuk jam i denj as për të qenë skllav i tij me ullët. Unë ju kam pagëzuar me ujë, kurse ai duhet t'ju pagëzoj me shpirtin e shenjtë." Në këtë kohë vjen Jezusi nga Nazareti në Galile dhe pranoi të pagëzojë në lumin Jordan. Kur doli nga uji, Gjoni pa se si u hap qielli, edhe se si zbriti tek Jezusi shpirti i Zotit në trajt pëllumbi. Jezusi ishte 30 vjeç kur filloi shërbimin e tij mesianik. Kur Gjonin e burgosën, Jezusi shkoi në Galile dhe predikonte lajmin e mirë të Perëndisë. Erdhi koha e caktuar, tha ai. Mbretëria e Perëndisë është afër. Ktheuni dhe besojini lajmin të mirë. Ndërsa po shkonte në bregut të liçenit Galiles, Jezusi pa dy peshkatarë që sapo hidhnin rrjetën, Simonin dhe të vllain Andreun. Jezusi u tha: "Ejani pas meje, unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish." Ata me njëherë i lanë rrjetat dhe i shkuan pas si nxënës të tij. Duke ecur më tutje, Jezusi pa dy vëllezër të tjerë, Jakovin dhe Gjonin, të bijtë e Zebedeut. Ata ishin në lundër dhe po riparonin rrjetat e peshkimit. Jezusi u bëri thirrje që të bëheshin nxënës të tij, e ata lanë atin e tyre së bashku me mëditësit në lundër dhe i shkuan pas. Kur mbritën në Kafarnaum, menjëherë të shtunën tjetër, Jezusi shkoi në sinagogë dhe filloi të mësonte njerëzit e mbledhur atje. Fjalët e tij lanë përshtypje të thellë tek ata sepse fliste si njeri që kishte fuqi të plot nga Zoti, krejt ndryshe nga mësuesit e tjerë të ligjit. Në sinagogë ishte një njeri që ishte pushtuar nga një shpirt i keq. Ai bërtiti: "Përse ndryhyn në punën tona, o Jezus nga Nazareti? Ti do të na shkatrosh? Unë të njoh. Ti je i dërguari i Perëndisë." Jezusi i bërtiti shpirtit të keq dhe urdhëroi: "Hesht dhe dil nga ky njeri." Shpirti e tundi njeriun dhe e la me një brit më të madhe. Të gjithë u trembën dhe pyetën njëri tjetrin: "Ç'do thot kjo?" Këtu pas ka një mënyrë të re mësimi. Ky që ka njeri me fuqi të plot nga Zoti, u jep urdhër edhe shpirtrave të këqij edhe ata e dëgjojnë. Dhe kështu lajmi për Jezusin u përhap në të gjitha anët e Galiles. Pastaj u larguan nga sinagoga dhe shkuan në shtëpinë e Simonit dhe Andreas. Jakovi dhe Gjoni shoqëruan gjithashtu. Në shtëpi, Jezusi mori vesh se vjera e Simonit ishte në shtrat me ethe. Ju afrua, e mori për dorë dhe e ngriti. Ethet u zhdukën dhe ajo u përgatiti të gjithëve për të ngrënë. Në mbrëmje të asaj të shtune, pas perëndimit të diellit, Jezusit ja sollën të gjithë të smurët, edhe ata që ishin pushtuar nga djalli. Mbar qyteti ishte mbledhur para Jezusit. Jezusi i shëroi të smurët. Ishin të shumtë e me shumë sëmundje të ndryshme. Jezusi dëboi edhe shumë shpirtra të tjerë të këqij. Edhe nuk u lejonte shpirtrave të këqij të flisnin, sepse ata e dinin se kush ishte ai. Mëngjesin tjetër, shumë kohë para lindjes së diellit, Jezusi u largua nga qyteti dhe u tërhoq në një vend të pabanuar. Atje po flisten me Zotin, me Perëndin. Simoni dhe nxënësit e tjerë filluan ta kërkonin dhe kur e gjetën thanë:
Të gjithë duan të të shohin, Zot. Jezusi u përgjigj: "Ejani të shkojmë gjetijëm në fshatrat e afërme, që ta predikoj edhe atje lajmin e mirë, sepse për këtë kam ardhur." Prandaj Jezusi kaloi në tërë krainën e Galilesë, fliste në sinagogat e tyre dhe dëboi shpirtrat e këqij. Një herë, Jezusit ju afrua një lebroz, i ra në gjunjë përpara dhe ju lut për ndihmë. "Nëse ke dëshirë, ti mund të më pastrosh," i tha ai. Jezusi i erdhi keq për të, zgjati dorën dhe e preku. "Dëshiroj," i tha, "prandaj pastrohu." Menjëherë nga ai u zhduk lebra dhe ai u pastrua. Pas kësaj, Jezusi i tha duke e dërguar me zë të rrept: "Mos i thuaj askujt për këtë, por shko tek prifti e kontrollo. Pastaj sille flinë e caktuar nga Mojsiu për shërimin tënd. Kjo do të jetë dëshmi për ata se ti me të vërtetë je shëruar." E megjithatë njeriu filloi të tregonte kudo për shërimin e tij. Pas pak, Jezusi nuk mund të hynte pa u njohur në asnjë lokalitet. Kështu që rinte jashtë në vendet pabanuara. E megjithatë, njerëzit vinin tek ai nga të gjitha anët. Pas disa ditësh, Jezusi u kthye përsëri në Kafarnaum. Edhe menjëherë të gjitha morën vesh se ai ishte kthyer përsëri. U mblodhën aq shumë njerëz, saqë nuk kishte më vend as edhe pranderës. Jezusi u predikonte lajmin e mirë. Ndërkohë 4 njerëz i sollën një paralitik, por nuk mund të depërtonte deri tek Jezusi për shkak të turmës. Prandaj e ngjitën atë në çatinë e rrafshët dhe zbuluan pullazin pikërisht mbi atë vend ku gjendej Jezusi. Pastaj e lëshuan atë të shtrirë në vig në përvrim në hapur. Jezusi kur e pa se sa besim kishin tek ai njerëzit, i tha paralitikut: "Ty t'janë falur mëkatet." Këtë fjalë dëgjuan mësuesit e ligjit, që ishin gjithashtu aty të pranishëm, edhe me vete thanë: "Si guxon të flas ky kështu? Kjo është sharri kundër Zotit. Askush përveç Perëndis s'mund na I fal mëkatet ne." Jezusi menjëherë I lexoi mendimet e tyre dhe I pyeti: "Pse ne vrikoseni kështu? Çfarë është më lehtë? Ti thuhet këtij paralitiku, ti janë falur mëkatet, apo ti thuhet ngriu e merr vigun edhe ec? Por unë do t'ju vërtetoj që unë, biri I njeriut, kam fuqi të plot t'i fal mëkatet këtu në tokë." Prandaj I tha paralitikut: "Unë po t'urdhroj, ngriu më këmbë, merre vigun dhe shko në shtëpi." Njeriu, për çudi, u ngrit më këmbë, mori vigun në dorë dhe në sy të gjithëve doli për jashtë. Të gjithë ata që e pan u mahnitën, I dhan lavdi Perëndisë e thanë: "Një gjë të tillë nuk e kemi parë kurrë." Pastaj Jezusi doli jashtë në breg të liçenit. Të gjithë shkonin tek ai e Jezusi I mësonte. Kur shkoi më tutje, pa një tarkambledhës, një taksidar, të ulur në zyrën doganore. Ky ishte Levi, biri Halfës. Jezusi I tha: "Eja pas meje." Ai u ngrit dhe shkoi pas. Më vonë Jezusi ishte I ftuar në shtëpinë e Levit. Shumë taksidar të tjerë dhe të përjashtuar të tjerë me nam të keq morën pjesë bashkë me të në gosti me Jezusin. Të gjithë ata kishin shkuar me të. Disa mësues të ligjit nga partia e farisejve pan se si Jezusi po hante bashkë me këta njerëz. Nxënësit e tij e pyetën: "Si mund të ulet ai në të njëjtën tryezë bashkë me fundrinat të tilla të shoqërisë?" Jezusi e dëgjoi këtë dhe u përgjigj: "Mjeku nuk u nevojitet të shëndoshve, por të smurve. Unë nuk erdha këtu të ftoj, domethënë në mbretërinë e Zotit, ata që hiqen për të drejtë, por ata që pranojnë se janë mëkatar." Jezusi shkoi përsëri në një sinagogë. Atje ishte një njeri me dorë të paralizuar. Disa nga pranishmit prisnin me padurim ta paditnin Jezusin, prandaj e shikonin me vëmendje për të parë nëse do të guxonte të shërojë një njeri të shtunën. Jezusi I tha: "Ngriu në këmbë afro." Pastaj I pyeti të tjerët: "Çfarë lejohet të bëhet sipas rregullit të së shtunës, mirë apo keq? A lejohet të shpëtohet jeta e njeriu apo lihet të vdes?" Ata nuk ju përgjigjen fare. Ai plot I dhërim I vështroi me radhë, njëkohësisht ishte I pikëlluar sepse kishin kaq paragjykime dhe ishin zemërgur. Pastaj I tha njeriut: "Shtrije dorën." Njeriu shtriu dorën dhe ajo ju shërua. Farisejt dolën jashtë dhe menjëherë filluan të komplotonin bashkë me anëtarë të partisë së Herodit se si mund ta vrisnin Jezusin. Jezusi u largua së bashku me nxënësit e tij. Shumë njerëz nga Galileja, Judeja dhe nga Jeruzalemi, nga krainat e Idumes,
nga ana tjetër e Jordanit i shkonin pas. Nga krajina e qyteteve Tir e Sidon, një turmë e madhe njerëzish erdhi tek Jezusi. Ata kishin dëgjuar për veprat e tij dhe donin ta shihnin. Jezusi urdhëroi që nxënësit t'i përgatisnin një lundër sepse turma ishte aq e madhe sa ishte vështirë të ndalte. Pasi kishte shëruar shumë njerëz, të gjithë të smurët shtyeshin drejt tij për ta prekur. Kur e pan disa njerëz të pushtuar nga djalli, ranë përmbys para tij dhe thirrën: "Ti je biri i Perëndis." Por Jezusi u andalonte me ngulm të thoshte se kush ishte. Pas kësaj, Jezusi u ngjit në një mal dhe thiri ata që donte të kishte me vete. Kështu emëroi një rreth prej 12 vetash që duhej të ishin gjithnjë me të. Më vonë kishte për qëllim t'i dërgonte për të shpallur lajmin e mirë. Ata duhej të merrnin fuqi të plot për t'i dëbuar shpirtrat tek qenj. Jezusi erdhi edhe në Nazaret, ku ishte rritur, dhe si zakonisht hyri në sinagogë ditën e shtunë. U ngrit për të lexuar shkrimin e shenjtë dhe ata i dorëzuan librin e profetit Isaia. Kur shtjelloi rrotullin, zgjodhi vendin ku ishte shkruar: Zoti më ka mbushur me shpirtin e tij. Ai më ka emëruar dhe më ka ngarkuar mua t'ju sill lajmin e mirë të varfërve, të lajmëroj lirimin e robërve, t'u kthej dritën të verbërve, t'i liroj të shtypurit e të shpall vitin e mëshirës së Zotit. Jezusi e mbylli rrotullin, ja ktheu shërbëtorit dhe ul. Të gjithë vështronin me ngulm dhe me kurreshti. Pastaj filloi e tha: Kjo pjesë e shkrimit të shenjtë, të cilën keni dëgjuar sot, u plotësua. Më vonë, në çdo vend ku shkonte Jezusi, në qytete dhe fshatra, ai predikonte lajmin e gëzueshëm që njerëzit tashti të mund bëheshin antar të mbretërisë së Perëndisë e cila po vjen. 12 nxënësit e shoqëronin gjithnjë pas. Përveç këtyre, i shkonin pas edhe disa gra që ishin shëruar nga shpirtrat e këqij dhe nga sëmundjet. Ato ishin Maria nga Magdala, nga e cila ai kishte dëbuar 7 shpirtra të këqij; Johanna, gruaja e Kuzës, administratorit të Herod Antipës, si dhe Shoshana e shumë të tjera. Ato të gjitha kujdeseshin me anë të pasurisë së tyre për jetesën e Jezusit dhe nxënësve të tij. Jezusi shkoi përsëri pranë liçenit dhe dëshironte të fliste me njerëzit. Atje ishin mbledhur një turmë aq e madhe sa që Jezusi u desh të ulej në një lundër e të shkëputej pak nga bregu. Turma rinte në breg dhe ai shpjegoi shumë gjëra për lajmin e tij me anë të shëmbulltyrave ose rrëfenjave. Ndër të tjera ai tha: Një bujk doli në fushë për të mbjellë. Ndërsa po hite farën, disa kokra ranë në rrugë. Erdhën zogjt dhe çukitën. Disa kokra të tjera ranë në zallisht. Ato u mbuluan vetëm një shtresë dhe u të hollë. Ato mbin shpejt, por kur u ngrit dielli lart në qiell, u than filizat, sepse toka nuk ishte mjaftueshme. Edhe disa kokra ranë në ferra, të cilat së shpejti u azun frymën e kështu nuk dhan asnjë frut. Por disa ranë në tokë të mirë, mbin, u ritën e dhan frute, njëra 30 fish, tjetra 60 fish, e tjetra 100 fish. E Jezusi shtoi: Kush ka vesh, le të dëgjoj. Jezusi mbeti vetëm me 12 nxënësit e me përcjellësit e tjerë. Dhe ata donin të dinin pse përdorte ai shëmbulltyrat apo rrëfenjat. Jezusi u tha: Perëndia ju njofton se si vendos sundimin e tij, por ata që janë përjashta e marrin vesh vetëm me anë të rrëfenjave. Siç thuhet në shkrimin e shenjtë: Le të shikojnë si të duan, megjithatë nuk do të shohin. Le të dëgjojnë si të kenë qef, megjithatë nuk do të kuptojnë, po qëse nuk kthehen tek Zoti e nuk u falen mëkatet. Jezusi i pyeti: A nuk e kuptoni ju këtë rrëfenjë? Mbjellësi e mbjell farën e lajmit të Zotit, të Perëndisë. Shpesh bien kokrat në rrugë. Kështu ndodh me njerëzit që vërtet e dëgjojnë lajmin, por menjëherë vjen Satani e nxjerr prej tyre atë që ishte mbjellë në ta. Me të tjerët ndodh si me kokrën që bie në zallisht. Ata e dëgjojnë lajmin e mirë, e pranojnë menjëherë me gëzim, por nuk mund t'i lëshojnë rrënjët në ta sepse këta njerëz janë të lëkundshëm. Kur bien të lashe për shkak të pranimit të lajmit ose kur persekutohen apo përndigjen, menjëherë heqin dorë nga feja. Me të tjerët ndodh si me kokrën që bie në ferra. E dëgjojnë vërtet lajmin e mirë,
por u mbasin në kujdeset e përditshme, lënë të mashtrohen nga pasuria dhe jetojnë vetëm për dëshirat e tyre. Kështu i zgjihet fryma lajmit të mirë dhe ai mbetet pa efekt. Me të tjerët ndodh si me kokrën që bie në tokë të mirë. Ata e dëgjojnë lajmin e Perëndisë, e pranojnë dhe japin frut. Njëri 30 fish, tjetri 60 fish dhe tjetri 100 fish. Ç'ndodh kur Perëndia vendos sundimin e tij në këtë botë? Pyeti Jezusi. Me çfarë mund të krahasohet kjo? Ajo ndodh si me kokrën e sinapit. Nuk ka kokër më të vogël se ajo e sinapit. Pasi është mbjellë në tokë, mbin dhe bëhet më e madhe se të gjitha bimët e tjera në kopësht. Lëshon degë të mëdha, në hijen e të cilave zogjt mund të ndërtojnë folet e tyre. Jezusi u tregoi njerëzve edhe shumë rrëfenjë të tjera që të kuptojnë mirë dhe kështu u shpalli lajmin e Perëndisë. Ai kur nuk fliste pa përdorur rrëfenjët apo shëmbulltyrat, dhe kur ishte vetëm me nxënësit e tij u shpjegonte të gjitha. Në mbrëmje, Jezusi i drejtohet njerëzve të tij dhe i thotë: "E janë të kalojmë në bregun tjetër." Nxënësit larguan turmën, pastaj hipen në lundër ku tashmë ishte ulur Jezusi dhe u nisën. E shoqëronin edhe lundrat tjera. Pastaj ju ofruan një stuhi e madhe. Dallgët vinin brenda në lundër. Lundra u mbush me ujë, por Jezusi po flinte në pupën e lundrës i mbështetur në jastëk. Nxënësit e zgjuan me thirrjen: "Mësues, a nuk shqetësohesh që po mbytemi?" Jezusi u ngrit në këmbë. I bërtiti erës dhe i tha detit: "Qetësohu, pusho." Era pushoi dhe ra qetësia. "Pse keni kaq frikë?" i pyeti Jezusi. "Pse nuk besoni të paktën një grim?" Ata u frikësuan shumë dhe pyetsin njëri tjetrin: "Çfarë njeriu është ky që nështrojnë erat e dallgët?" Jezusi kaloi me bark në anën tjetër të liçenit. Pas pak u mblot rreth tij një turmë e madhe njerëzish. Kur ishte ende në liçen, erdhi tek ai një nga kryetarët e sinagogës që quhej Jair. Ra përmbys para Jezusit dhe ju lut me këmbgulje: "E kam vajzën të smur për vdekje. Të lutem, eja t'i vëzhduart mbi të që të shpëtoj dhe të mbetet gjallë." Jezusi shkoi me të, dhe shumë njerëz të tjerë shoqëronin. Një mori njerëzish shtyej rreth tij nga çdo anë. Ndërta ishte një grua që vuante 12 vjet nga hemorragjia. Deri në atë kohë kishte provuar shumë mjekime nga mjek të ndryshëm, kishte shpenzuar tërë pasurinë e saj për këtë, por gjithçka kishte qenë e kotë. Vuajtja i ishte shtuar akoma edhe më shumë. Kjo grua kishte dëgjuar për Jezusin, hyri në turmë dhe pas shpinës ja preku petkun Jezusit. Ajo thoshte me vete: "Në qoftë se ja prek vetëm rrobat, atëherë do të shërohem." Menjëherë i pushoi gjakderdhja dhe në trup ndjeu se u shërua nga sëmundja. Jezusi menjëherë vuri re se dikush ja tërhoqi fuqinë shëruese. U kthye dhe e pyeti: "Kush mi preku rrobat?" "E sheh popullin që po shtyhet rreth teje," i thanë nxënësit e tij. "E megjithatë, ti pyet kush të preku?" Por Jezusi shikoi rreth rrotull për të parë se kush ishte. Gruaja dritej nga frika sepse e dinte se ç'i kishte ndodhur. Prandaj ra përmbys para tij e i tregoi gjithçka. "Besimi yt të shpëtoi," i tha Jezusi. "Shko në paqe. Je liruar nga sëmundja." Duke i thënë këtë, erdhën lajmtar nga shtëpia e kryetarit sinagogës e i thanë Jairit: "Vajza jote vdiq. S'ka nevojë të mërzitesh më mësuesin." Jezusi e dëgjoi këtë dhe i thotë: "Mos ki frikë, Jair. Vazhdo të besosh." Pastaj shkoi më tutje. Vetëm Pietrin e Jakovin e të vllain e Gjonin i lejoi të shoqëronin. Kur arrit tek shtëpia e kryetarit sinagogës, Jezusi pa njerëzit e turbulluar dhe dëgjoi vajin. Hyri në shtëpi e tha: "Pse gjithë kjo zhurmë? Pse qani? Fëmia nuk ka vdekur, ai vetëm fle." Ata qeshën me përbuzje, por ai nxori të gjithë jashtë, duke lënë prindrit e vajzës dhe 3 nxënësit. Pastaj hyri në dhomë në cilën ishte shtrirë fëmia. E kapi për dorë e i tha: "Talita kum," që do thotë: "Vajzë, çou." Vajza u ngrit menjëherë dhe filloi të lëviz në përdhom. Ajo ishte 12 vjeç. Të pranishmit u tmerruan nga kjo, por Jezusi ngulmoi që ata mos i tregonin askujt për ngjarjen. Pastaj tha: "Jepni vajzës të haj." Kur Jezusi u largua prende, pastaj shkuan 2 të verbër duke bërtitur: "Ki mëshirë për ne, o biri i Davidit." Kur hyri në shtëpi të verbrit i shkuan pas dhe ai pyeti:
a besoni se unë mund t'ju ndihmoj? Edhe atë ju përgjigjin, po zotëri. Atëherë, ai u preku sytë e u tha, u bëft sipas besimit tuaj. Dhe atyre ju kthyet drita e syve. Jezusi i urdhëroi, shikoni që të mos e di askush këtë, ha? Por ata u nisën dhe treguan për Jezusin në mbar krainën. Pas u larguan, Jezusit i sollën një njeri që ishte me mec, sepse një shpirt i keq e kishte në fuqinë e tij. Sa po e dëboi djallin, njeriu filloi të fliste dhe të gjithë thirrën të habitur. Kur s'ka ndodhur në Izrael një gjë e tillë? Por farisejt thoshin, ky dëbon djajt me fuqinë e kryetarit të djajve. Të shtunën, Jezusi shkoi e foli në sinagogë, e gjithë ata që dëgjuan u habitën. Nga i vinë gjithë këto? Pyetën ata njëri tjetrin. Prej kujt e ka marrë ai gjithë këtë urtësi? Si mund të bëjë ai mrekulli të tilla? Megjithatë, ai nuk është gjë tjetër veç se një zdruktar, biri i Maris dhe vllai i Jakovit, Joseut, Judës dhe Simonit. A nuk banojnë këtu ndër ne edhe motrat e tij? Prandaj kjo u bë për ta arsye mosbesimit tek Jezusi. Por Jezusi u tha, profeti nderohet kudo, përveç në vendin e vet, në farefisin dhe në familjen e vet. Për këtë arsye, nuk mund të kryente asnjë mrekulli të madhe përveç se vuri duart mbi disa të smur dhe i shëroi. U habit se banorët e Nazaretit refuzuan t'i besonin. Prandaj doli e predikonte në përfshatrat përreth. Jezusi mblodhi rreth vetes 12 nxënës, u dha fuqi të plot për të dërbuar shpirtat e këqij dhe i dërgoi 2 nga 2. Ai u dha urdhër: mos merrni asgjë për rrugë përveç shkopit, as bukë, as trast me ushqime e as të holla. Mbathni sandalet e mos merrni me vete këmish për t'u ndrruar. Pastaj vazhdoi: kur dikush ju pret mirë, rrini në shtëpinë e tij gjesa të shkoni më tutje. Kur arrini në ndonjë vend ku njerëzit nuk ju presin mirë e nuk duan t'ju dëgjojnë, vazhdoni më tutje e shkundi pluhurin nga këmbët tuaja si paralajmërim për ta. Nxënësit u nisën dhe i ftuan njerëzit të linin me katet e tyre dhe të ktheshin tek Perëndia. Njëkohësisht dëbuan shumë shpirtra të këqij, lyen me vaj, shumë të smur dhe i shëruan. Apostujt u kthyen tek Jezusi e treguan se ç'kishin thënë e bërë në emër të tij. Ejani të shkojmë në një vend të qetë, tha Jezusi, ku mund të jemi vetëm dhe të pushojmë pak. Në të vërtetë aty vinin e shkonin aq shumë njerëz, saqë s'kishin kohë as për të ngrënë. Hipën në barkë dhe u nisën për një vend të pabanuar. Por turma e pa duke u nisur dhe shumë dëgjuan për këtë. Kështu ndodhi që shumë veta nga të gjitha qytetet u dolën përpara dhe po i prisnin Jezusin dhe xësit e tij në breg tjetër. Kur Jezusi doli nga barka, pa turmën e njerëzve. Kishte mëshirë për ta, i erdhi keq, sepse ishin si delet pa bari. Pastaj u mësoi shumë gjëra. Kur u erë, nxënësit erdhën tek Jezusi e i thanë: është tepër vonë dhe kraina është e shkretë, prandaj dërgoi njerëzit në fshatrat e në fermat e rrethinës që të blejnë diçka për të ngrënë. Përse? U përgjigj Jezusi. Jepuni ju që ata të hanë. Ata kundërshtuan. Atëherë ne do të na duhet të blinim për 200 monedha të argjenda bukë. Por Jezusi i urdhëroi: shikoni se sa bukë keni. Ata vepruan kështu dhe i thanë: 5 bukë dhe 2 peshq kemi, o Zot. Jezusi i urdhëroi nxënësit të ndanin njerëzit në grupe dhe t'i ulnin në bar. Kështu të gjithë u ndanë në grupe nga 100 dhe nga 50 vjet. Pastaj Jezusi mori bukët e 2 peshqit, ngriti syt në qiell e tha lutjen e falënderimit. I ndau bukët në copë, u dha nxënësve dhe ata i shpërndan. Pastaj u ndau edhe të 2 peshqit. Të gjithë ngopën. Nxënësit mbushën 12 shporta plot me copa buke dhe peshq që tepruan. Ëngrën rreth 5000 burra. Pas pak Jezusi i dërgoi nxënësit përpara në darkë për në Betsaida, në bregun tjetër të liçenit. Njerëzit i dërgoi në shtëpi dhe ju ngjit malit për t'u lutur. Kur u erësua, Jezusi ishte vetëm në tokë, ndërsa barka ishte larg në liçen. Ai pasi si nxënësit mezi shkonin përpara duke u dhënë lopatave sepse era frinte në anë të kundërt. Nga mëngjesi erdhi Jezusi tek ata duke ecur përmbi liçen dhe deshi t'i kalonte. Kur nxënësit e pan duke ecur përmbi ujë, kujtuan se ishte një fantazm dhe bërtitën. Të gjithë e pan dhe dritashin nga frika. Ai menjëherë u tha: mos u tremni, jam unë, mos keni frikë. Hipi tek ata në barkë dhe erë pushoi.
Pas kësaj, ata nuk ishin në vetë nga frika. Në të vërtetë, ende nuk ishin kuptuar vështrimin e mrekullisë së bukëve. Mendja e tyre ishte e paftë për ta kuptuar. E kaluan liçenin dhe dolën në breg pranë Ginosarit. Banorët e kësaj rrethine menjëherë njohën Jezusin kur doli nga barka. Shpejtuan në përmbar krajinën dhe sollën të smurët në vigje atje ku dëgjonin se gjendej Jezusi. E kudo që hynte, në qytete, në fshatra ose në ferma, atje i sillnin të smurët, i vendosnin në sheshe dhe i luteshin t'i preknin të paktën tufat e fijeve të rrobës së tij. E të gjithë ata që i preknin shëroheshin. Më vonë, Jezusi shkoi në një qytet quajtur Nain, i shoqëruar nga nxënësit e tij dhe një grumbull i madh njerëzish. Sapo kishin ardhur tek porta e qytetit, pan të dilte një procesion i përmortshëm. I vdekuri ishte biri i vetëm i një vejushe dhe shumica e banorëve të qytetit e përcillnin atë. Kur Zoti pa vejushën, i erdhi keq për të dhe i tha: "Mos qaj." Pastaj ju afrua arkivolit, e preku, dhe ata që mbanin u ndalën. Jezusi i tha të vdekurit: "Djalosh, po të urdhroj, çau." I vdekuri u çua dhe filloi të fliste, e Jezusi ja ktheu nënës së tij. Të gjithë pranishmit i zuri frika dhe lavdruan Perëndin. "Një profet i madh është paraqitur para nesh," flisnin ata. "Perëndia ka ardhur të shpëtojë popullin e vet." Ky lajm për Jezusin u përhap në tërë vendin dhe në për të gjitha shtetet fqinj. Kur Jezusi mbriti në krajinën e Cezaresë së Filipit, ai pyeti nxënësit: "Çto njerëzit, kush është biri i njeriut?" Ata u përgjigjen: "Disa të mbajnë për Gjon Pakzorin, disa për Elian, disa të tjerë mendojnë se ti je Jeremihu ose një nga profetët e tjerë." "Po ju," donte të dinte Jezusi, "çtoni, kush jam unë?" Simon Pietri u përgjigj: "Ti je Mesia, biri i Perëndisë që vepron." Jezusi i tha: "Të lumt Simon, biri i Gjonit, sepse kjo e vërtet s'te erdhi nga njeriu. Ati im në qiell të dha. Prandaj po të them, ti je Pietri, domethënë njeri shkëmb, dhe mbi këtë shkëmb do ta ndërtoj bashkësinë time. Asnjë armik nuk do ta shkatërrojë as nga vdekja atë. Ty do t'i jap çelësat e mbretërisë së Perëndisë. Gjithçka që të lidhësh këtu mbi tokë do të jetë lidhur para Perëndisë, dhe gjithçka që nuk do të lidhësh ti mbi tokë, nuk do të jetë lidhur para tij." Pas kësaj, Jezusi i troqi vërejtjen me këmbgulje nxënësve që të mos i tregonin askush se ai ishte Mesia. 6 ditë më vonë, Jezusi mori me vete 3 nxënës, Pietrin, Jakovin e Gjonin, dhe i shpuri në një mal të lartë. Askush tjetër s'ishte me ta. Atje para syve të tyre Jezusi u shpërtfytyrua. Rrobat e tij u bën ndriçuese. Filluan të zbardhëllenin sa asnjë tjetër në botë nuk mund t'i bënte dot ato. Nxënësit papritur pan Elin, Mojsiun që rinin pranë Jezusit e flisnin në të. Pietri i thot: "Mirë që jemi këtu, mësues. Le t'i ngrejmë 3 çadra, një për ty, një për Mojsiun e një për Elian." Por nuk dinte se ç'po fliste. Ai dhe 2 nxënës të tjerë ishin shumë të tronditur nga frika. Ndërkaq u duk një re dhe i mbuloi me hijen e saj, dhe nga reja u dëgjua një zë: "Ky është biri im, i zgjedhuri, dëgjojeni." Por pastaj kur u drejtuan, nuk pan asnjë njeri tjetër veç Jezusit. Ndërsa po zbrisnin nga mali, Jezusi i urdhëroi që të mos i tregonin askujt ato që pan, derisa biri i njeriu të mos ngjallej nga të vdekurit. Ata e kapën këtë fjalë e filluan të mendonin se ç'do të thotë shpreha të ngjallesh nga të vdekurit. Pastaj e pyetën Jezusin: "Përse mësuesit e ligjit thonë se së pari duhet të vijë Elia?" Jezusi u tha: "Elia vërtet vjen më parë për ta kthyer popullin e Zotit në gjendjen e duhur shpirtërore. Atëherë, përse thuhet në shkrimin e shenjtë se biri i njeriu duhet të vuajë shumë e të përçmohet? E unë po ju them se Elia tashmë ka ardhur e ata e kanë trajtuar sipas qefit. Kështu është shkruar për të." Kur mbritën nxënësit e tjerë, aty ishte mbledhur një turmë e madhe njerëzish. Në mes po rinin disa mësues të ligjit që po diskutonin me nxënësit. Kur njerëzit pan Jezusin, u habitën e me nxitim vrapuan për ta përshëndetur. Jezusi i pyet nxënësit: "Për çfarë po diskutoni me mësuesit e ligjit?" Njëri nga turma ju drejtua Jezusit e i tha: "Mësues, e sollat e këtij djalin tim
sepse është pushtuar nga një shpirt i keq, kështu që ai nuk mund të flasë, se ajo që ka shpirti e tërheq me forcë tutje të hu. Pastaj shkumëzohet, dhëmbët i kërcëllin dhe i ngrin gjymtyrët. Ju luta nxënësve të tu ta dëbonin shpirtin e keq, por ata nuk mundën. Dhe Jezusi u tha: Ju s'keni fare besim në Zotin. Deri kur duhet jem me ju që t'ju duroj? Ma sillni djaloshin këtu. Ata ja sollën. Shpirti keq sapo e pa Jezusin e tërhoqi djalin për tokë, kështu që ai filloi të shkumëzonte, rrokullisej gjithandej. Jezusi e pyet djathtin: Prej sa kohësh ndodh kështu? Që në fëmijëri u përgjigjej ati. Ndodh shpesh që e hedh herë në zjarr, e hedh në ujë për ta mbytur. Ki mëshirë për ne, na ndihmo, nëse mundesh. Nëse munde, ju përgjigj Jezusi. Kush i beson Zotit, për atë çdo gjë është e mundshme. Pastaj i ati ja ktheu: Unë kam besim tek Zoti, tek Perëndia, e megjithatë nuk mundem. Më ndihmo, ty të besoj. Kur Jezusi pa se po afroheshin gjithnjë më shumë njerëz, i bërtiti shpirtit të keq. Shpirt me mec dhe i shurdhët, unë po të urdhroj, dil nga ai dhe mos u kthe më në të. Shpirti bërtiti, e shkundi tutje të u dhe doli prej tij. Djaloshi mbeti shtrirë në tokë, por si vdekur, kështu që shumë thoshin: vdiq. Por Jezusi e kapi për dorë, e ngriti dhe e ngrit më këmbë. Kur Jezusi shkoi më vonë në shtëpi, ku ishin në vetmi, nxënësit e tij e pyetën: Përse ne nuk mundëm ta dëbojmë shpirtin e keq? Jezusi u përgjigj: Vetëm me anë të lutjes mund të dëbohen shpirtrat e tillë. Ata u larguan prej atij vendi dhe shkuan nëpër Galile. Jezusi nuk donte që të dinte kush. Ai mësonte nxënësit e tij se çfarë do t'i ndodhte. Biri i njeriu do t'u dorëzohet njerëzve, tha ai. Ata do ta vrasin, por pas 3 ditësh ai do të ngjallet. Nxënësit nuk e kuptonin se ç'donte të thoshte Jezusi me këtë, edhe kishin frikë të pyesnin. Mbritën në Kafarnaum, e kur ishin në shtëpi, Jezusi i pyeti: Për çfarë ngritesh i rrugës? Ata heshtën sepse ishin ngritur rreth asaj se kush ishte më i madhi. Jezusi u ul, i thiri rreth tij 12 e i tha: Kush dëshiron të jetë i pari, duhet të nënshtrohet të gjithëve dhe të shërbej. Ai bëri me shenjë të afroi një fëmijë i vogël, e vuri mes tyre, e mori për krau e u tha: Kush e pranon një fëmijë të tillë, sepse ai më takon mua, më pranon mua. E kush më pranon, nuk më pranon vetëm mua, por njëkohësisht edhe atë që më dërgoi. Pastaj Jezusi u largua nga ai vend, e shkoi në Judë dhe në krajinën që gjendej në anën tjetër të lumit Jordan. E atje ju mblodhën shumë njerëz, e si zakonisht ai mësonte. Disa njerëz i sollën Jezusit disa fëmijë të vegjël para se të vinin në krevat, për t'i vënë duart mbi ta e të lutej për ta. Por nxënësit e ndaluan. Kur Jezusi vuri re këtë, u zemrua dhe i thot nxënësve: Lëre fëmijët të vinë tek unë, e mos i pengoni, sepse pikërisht për ta ri e hapur mbretëria e Perëndisë. Mos u gënjeni. Kush nuk i hapet dashurisë së Perëndisë si fëmijë, kur nuk do ta përjetojë atë. Pastaj i mori fëmijët në krah, vuri duart mbi ta dhe i bakoi. Kur donte të shkonte më tutje, ju afrua një njeri, i ra në gjunjë përpara dhe e pyeti: Mësuesi mirë, ç'duhet të bëj unë që të fitoj jetën e përjetshme? Përse më quani mirë, ju përgjigj Jezusi. Vetëm një ka që është i mirë, Perëndia. E urdhrat e tij i njihni: mos bëj vrasje, mos bëj tradhti bashkëshortore, mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme, ndero baban dhe nënën, apo jo? Këta urdhra i kam zbatuar që në rini, ju përgjigj ai. Jezusi e përqafoi e tha: Të mungon një gjë. Shite gjithë pasurinë dhe parat t'u andash të varfërve, dhe do të kesh tek Zoti pasuri që nuk mund të humbas më. Pastaj eja pas meje. Kur njeriu dëgjoi këtë, i erdhi keq dhe u largua i trishtuar sepse ishte shumë i pasur. Jezusi i shikoi nxënësit e tij njëri pas tjetrit e i tha: Sa vështirë kanë njerëzit e pasur ty në mbretërinë e Perëndisë. Nxënësit u trembën nga fjalët e tij, por Jezusi përsëriti: Po, është shumë vështirë të hyni në të. Është më lehtë të përshkohet deveja në përvrim të gjilpërës se sa i pasurit të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Pastaj nxënësit gati luajtën mënsh nga gabia dhe thanë: Atëherë kush mund të shpëtojë? Jezusi i shikoi u tha: Njerëzit nuk mund ta bëjnë këtë, por për Perëndin asgjë nuk është e pamundur. Pietri mori fjalën dhe i thotë Jezusit: Ti e di se ne lam çdo gjë që kishim dhe erdhëm pas teje. Jezusi ju përgjigj: Unë, Mesia, po ju them, kushdo që la shtëpinë, vëllezërit, prindrit ose fëmijët, madje edhe pasurinë e tij për shkakun tim e për shkak të predikimit të lajmit të mirë, do t'i marr përsëri të gjitha këto 100 fish në këtë jetë. Shtëpi, fëmijë,
vëllezër e motra e pasuri, sado që me përndjekje. E në epokën që po vjen do të ketë jetën e përjetshme. Por shumë veta që tani janë përpara do të qëndrojnë në fund, e shumë veta që tani janë të fundit. Në fund do të jenë ata të parët. Kishin marrë rrugën për në Jeruzalem. Jezusi i printe përpara. Ata që shoqëronin ishin të trembur, kurse nxënësit kishin frikë. Jezusi përsëri i mori të 12 me një anë e u tha se çfarë do t'i ndodhte së shpejti. Dëgjoni mirë. Tani po shkojmë në Jeruzalem. Atje biri i njeriu do t'u dorëzojë kryepriftrinjve e mësuesve të ligjit. Ata do ta dënojnë me vdekje e do t'u dorëzojnë të pafeve. Ata do ta vënë në lojë, do ta përshtyjnë, do ta fshikullojnë, do ta vrasin dhe pas 3 ditësh ai do të kthehet në jetë. Gjatë rrugës, dikush i thot Jezusit: "Unë jam gati të vij pas teje kudo që të shkosh." Por Jezusi i tha: "Dhelprat i kanë strofat e tyre dhe zogjt kanë çerdet, kurse biri i njeriut nuk ka ku të shtrihet për të pushuar." Edhe një tjetri i tha: "Eja pas meje." Por ky ju përgjigj: "Më lejo Zot më parë që të shkoj ta varos baban." "Lëri të vdekurit," ju përgjigj Jezusi, "ti varosin të vdekurit e tyre. Ti duhet të merresh me shpalljen e lajmit për mbretërinë e Perëndisë." Edhe një tjetër i tha: "Unë do të vi pas teje, Zot, por më parë më lejo të ndajmë nga familja ime." Jezusi i përgjigj: "Kush fillon të lërojë dhe kthen kokën prapa, është pa dobi për punën e mbretërisë së Perëndisë. Kush e do atin dhe nënën më shumë se mua, nuk është i denjë të jetë nxënësi im. Kush nuk e merr kryqin e vet dhe nuk vjen pas meje, nuk është i denjë të jetë nxënësi im." Një mësues i ligjit ju ofroi Jezusit dhe pyeti me qëllim që ta vitë provë: "Mësues, ç'duhet të bëj unë për të fituar jetën e përjetshme?" Jezusi ju përgjigj: "Ç'është shkruar në ligj? Si lexon atje?" Dhe ai tha: "Duaje Zotin, Perëndin tënd me gjithë zemër, me gjithë fuqinë dhe mendjen tënde, dhe duaje të afërmin tënd si vetveten." Jezusi përsëri tha: "O përgjigje drejt, bëj kështu dhe do të lulëzosh." Por mësuesi i ligjit, duke mos dëshiruar që të nxjihej faqja, e pyeti Jezusin: "Kush pra është i afërmi im atëherë?" This is the edited master of the Portrait of Jesus in the Albanian language. Jezusi filloi të tregonte. Një njeri po zbriste nga Jeruzalemi për në Jeriho. Gjatë rrugës e sulmuan kusarët. Ata i morën gjithçka, e dërmuan dhe e lanë gjysmë të vdekur. Rastësisht udhtonte një prift në të njëjtën rrugë. Kur e pa të sulmuarin, ju shmang dhe vazhdoi rrugën. Ashtu bëri edhe një levit. E pa, ju shmang dhe vazhdoi rrugën. Në fund erdhi një samaritan. Kur e pa të sulmuarin, erdhi keq për të. Ju ofrua, ja lau plagët me vaj e verë dhe ja lidhi. Pastaj e vuri mbi kafshën e tij, e shpuri në një bujtin ku u kujdes për të. Të nesërmen i dha bujtinarit 2 monedha argjendi. "Kujdesu për të," i tha, "në qoftë se e shpenzon më tepër, unë do ta paguaj kur të kthehem." E Jezusi i mbaroi duke thënë: "E ç'mendon ti? Cili nga këta të 3 të duket se u bë i afërmi i tij që ra në duart e kusarëve?" Mësuesi i ligjit ju përgjigj: "Ai që ndihmoi." Kurse Jezusi i tha: "Shko pra edhe ti, e bëj ashtu." Ndërsa Jezusi me nxënësit e tij po shkonte në tutje, hyri në një fshat ku e pranoi në shtëpinë e tij një grua që quhej Marta. Ajo kishte një motër që quhej Mari, e cila u ul afër këmbëve të Zotit për ta dëgjuar. Marta ishte shumë e zënë me përgatitjen e gjellës, prandaj u ofroi Jezusit e i tha: "Zot, s'po kujdesesh as pak për mua, se motra ime mi la mua të gjitha për t'i bërë." I thuaj pra asaj të më ndihmoj. Mart, ju përgjigj Zoti, shqetësohesh se mundohesh për shumë gjëra, por vetëm një gjë është e domosdoshme. E Maria zgjodhi më të domosdoshmen, dhe kjo nuk duhet t'i merret. Një ditë Jezusi ishte veçuar për t'ju lutur Perëndisë.
Pasi mbaroi lutjen, një nxënës i tij i tha: Zot, na mëso të lutemi siç i mësoi Gjoni nxënësit e tij. Kur luteni, u tha ai, thoni kështu: O Atë, të nderofshin të gjithë njerëzit, art mbretëria jote, bukën tonë të përditshme jep na ne sot. Na i fal mëkatet tona sepse edhe ne u afalim fajtorëve tanë, dhe mos na lejo të bijem në tundim. Një të shtunë, Jezusi po fliste në sinagogë. Ndër dëgjuesit ishte një grua që ishte smur që 18 vjeç. Ajo ishte kërrusur dhe s'mund të drejtohej. Kur e pa Jezusi, e thiri dhe i tha: Moj grua, shëro nga smundja jote. Sa po vuri duart mbi të, ajo drejtua dhe filloi të lavdëronte Perëndin. Por kryetari i sinagogës u zemërua që Jezusi shëroi gruan, pikërisht ditën e shtunë, dhe u tha njerëzve: 6 ditë janë në të cilat mund të punoni. Në këto pra ejani e shëroni, jo ditën e shtunë. Zoti ju përgjigj: Se i cili prej jush e zgjidh nga grazhdi gomarin apo kaun e tij ditën e shtunë për t'i dhënë ujë. Por kë grua këtu u takon pasardhësve të Abrahamit. Satani e mbajti 18 vjet të lidhur. A nuk duhet ajo të zgjidhet nga këta zinxhir ditën e shtunë? Kur Jezusi u tha këto fjalë, të gjithë kundërshtarët e tij u turpëruan, ndërsa të tjerët u gëzuan për të gjitha mrekullitë që bëri ai. Jezusi vazhdonte rrugën më tepër në Jeruzalem. Udhës ai fliste në qytete dhe fshatra. Ndërkohë, ju ofruan disa farisej e i thanë: Lëre këtë krajinë e shkojgje tiu, Herod Antipa ka ndërmend të vrasë. Por ai u tha: Shkoni e thoni asaj del prese po dëboj shpirtat të këqij dhe po bëj shërime sot e nesër, edhe ditën e tretë do ta mbaroj punën time. Por sot, nesër dhe pas nesër më duhet të vazhdoj udhëtimin, sepse s'është e mundur që një profet të vritet jashtë Jeruzalemit. O Jeruzalem, Jeruzalem, ti vret profetët dhe vret me gur ata që dërgohen tek ti. Sa herë kam dëshiruar ta përqafoj popullin tënd siç mbledh pula zogj në krahët e saj, por ti nuk deshe. Prandaj Perëndia do ta lërë tempullit tënd. Unë, Mesia, ju them se nuk do të më shihni derisa të vijë koha kur do të thoni: Rrofta ai që vjen në emrin e Perëndisë. Kur mori përsëri udhën, një turmë e madhe i shkoi pas Jezusit. Ai ju drejtua njerëzve dhe u tha: Kush do të lidhet me mua, duhet të jetë i gatshëm të pres marrëdhëniet me babain, nënën, gruan, fëmijët, me vëllezërit e motrat e tij, sa të jap edhe jetën e tij. Ai që nuk e mban në krah kryqin e tij dhe nuk vjen pas meje në udhën time, nuk mund të jep nxënësin. Një ditë, Jezusi i erdhën shumë taksidarë dhe njerëz të tjerë me nam të keq për ta dëgjuar. Fariseët dhe mësuesit e ligjit filluan të murmurisnin e thoshin: Ky lejon t'i afrohet llumi i shoqërisë dhe ha bashkë me ta. Për këtë, Jezusi u tregoi këtë rrëfenj: Ta zëm që njëri prej jush ka 100 dele dhe njëra prej tyre humb rrugën. A nuk i le atëre të 99 të kulloti në shtep dhe shkon të kërkoj të humburën gjersa ta gjej? E pasi ta gjej, e vën mbi sup dhe gëzohet, e mban në shtëpi. Atje thërret miqt dhe fqinjit, e u thot: Gëzoni bashkë me mua sepse gjeta delën e humbur. Unë po ju them, ashtu edhe Perëndia, që është në qiell, më shumë gëzohet për një mëkatar që kthehet tek ai sesa për 99 të tjerë që tashmë janë kthyer tek ai. Ta zëm se një grua ka 10 monedë të argjenda dhe humb një. A nuk e ndez ajo aty për aty llambën dhe fshin tërë shtëpinë dhe kërkon gjithandej gjersa ta gjej? Dhe kur ta gjej, thret mikesha dhe fqinjtë u thot: Gëzoni bashkë me mua sepse e gjeta monedën e humbur. Kurse unë po ju them, ashtu gëzojnë edhe angjëjt e Perëndisë vetëm për një mëkatar i cili fillon një jetë të re. Jezusi më tej vazhdoi: Një njeri kishte 2 djem, 2 bij. Më i riu nga ata i thotë atit: At, më jep pjesën e trashëgimit që duhet të më takoj mua. I ati u ndan pasurinë 2 djemve. Pas disa ditësh djali më i vogël shiti pjesën e tij dhe shkoi në një vend të huaj, ku e harxhoi pasurinë e tij duke jetuar për 7 palqefe. Kur shpenzoi gjithçka që kishte, ra në atë vend zia e bukës dhe ai filloi të ishte keq. Në fund gjeti punë tek një shtetas i atij vendi, i cili e dërgoi në fushë për trojtur derrat. Ai kishte aq uri, saqë nuk do të ishte shumë i kënaqur edhe me ushqimin e derrave, por edhe këtë ja ndalonin. Pasi erdhi në vete, ai tha: Ore, po edhe punëtorët e timeti
hanë bukë dhe buka ju të pronë, ndërsa unë po vdes këtu nga uria. Më mirë të shkoj tek i matet i them, o atë, unë jam fajtor para teje dhe para Perëndis, dhe nuk meritoj më të quhem biri yt, më prano në punë të paktën si punëtor. Kështu ai mori rrugën për tek i ati. Ishte ende larg, kur i ati e pa dhe plot mëshirë i doli përpara me vrape, përqafoi dhe puthi. I biri i tha, o atë, unë jam fajtor para teje dhe para Perëndis dhe nuk meritoj më të quhem biri yt. Por i ati thiri shërbëtorët dhe u tha, shpejt, nxirrni jashtë rrobat më të mira dhe vishjeni, dhe ja vini unazë në gisht dhe mbathjani këpucët. Sillni viçin e majm dhe therreni, të festojmë me gëzim sot, sepse biri im ishte vdekur dhe u ngjall, ishte humbur dhe përsëri u gjend. E kështu filluan të festonin kthimin e tij. Djali i madh ishte ende në fush. Kur u kthye dhe ju ofrua shtëpisë, dëgjoi këngë dhe vallëzim. Thiri një nga shërbëtorët dhe pyeti se ç'po ndodhte. Ai ju përgjigj, tu kthye vllai dhe aty u theri viçin më të majm, sepse ai u kthye shëndoshë mirë. Të madhit i hipi inati dhe nuk donte të hynte më brenda. I ati doli dhe ju lut të hynte, por ai tha, e di se për shumë vjet po shuhem në punë si skllav yt, e asnjëherë nuk isha i pabindur. Edhe ç'kam fituar për këtë? Ti nuk më dhe asnjë cjap që të festojmë bashkë me miqtë e mi. Por ky biri yt e prishi pasurinë e tij me prostituta, e tash i kthehet në shtëpi e ti therr viçin më të majm? I ati ju përgjigj, o biri im, ti je për herë me mua, dhe të gjitha të mijat janë të tuat, por megjithatë duhet të gëzojmë dhe të gjallërohemi, sepse yt vlla ishte i vdekur dhe tashti është përsëri i gjallë. Ai ishte i humbur dhe u gjend përsëri. Jezusi tha edhe një rrëfenj tjetër për disa që e bindnin veten se ishin pa të meta dhe të tjerët e shikonin me përbuzje. Ai tha, dy vetë hynë në tempull që të luten, një farise dhe një taksitar. Fariseu qëndroi përpara të tjerëve dhe u lut kështu, o Perëndi, tha ai, të falenderoj që nuk jam lakmus, i pa drejt dhe i prishur si njerëzit e tjerë. Për shembull, si ky taksidari këtu. Unë agjeroj 2 herë në javë dhe t'jap të 10 nga të gjitha të ardhurat e mia. Por taksidari qëndroi në fund të tepullit dhe nuk guxoi të hidhte një vështrim lart. Shpërtheu në lot dhe tha, o Perëndi, ki mëshirë për mua mëkatarin. Jezusi mbaroi, ja ku po ju them. Taksidari u kthye në shtëpi në një raport të drejtë me Perëndin e jo tjetri. Me të vërtetë, ai që lëvdohet do të poshtrohet dhe ai që poshtrohet do të lëvdohet. Kishin mbritur në Jeriho. Në të hyrë të Jerihos, Jezusi së bashku me nxënësit e tij pa një të verbër që ishte ulur pranë rrugës dhe po kërkonte lëmosh. Ishte Bartimeu, biri i Timeut. Kur dëgjoi se Jezusi nga Nazareti po kalonte, filloi të thriste fort, o Jezus, o biri i Davidit, ki mëshirë për mua. Nxënësit donin të mbyllnin gojën, por ai bërtiti edhe më fort, o biri i Davidit, ki mëshirë për mua. Jezusi u ndal e tha, thirreni të vi. Ata shkuan dhe i thanë, gëzou, Jezusi po thret, ec, ngriu. I verbëri u ngrit me një herë në këmbë, u ahudhi mantelin krave dhe shkoi tek ai. Jezusi e pyeti, ç'dëshiron të bëj për ty? I verbëri tha, o Zot, dëshiroj të shoh përsëri. Dhe Jezusi i përgjigj, shko lirisht, besimi yt të shpëtoi. Pak para se të mbrinin në Jerusalem, arritën në fshatrat me emrin Betpage dhe Betanj, rrëz malit Ullinjve. Atje Jezusi dërgoi 2 nxënës përpara dhe ngarkoi me një detyrë. Shkoni në fshatin që është përballë. Atje do të gjeni një gomar, të cilit askush ende nuk i ka hipur. Zgjidheni dhe silleni këtu. E nëse ndërkosh ju thot gjë, thuajini, i duhet Zotit e do ta kthej pas pak. 2 nxënësit shkuan dhe gjetën gomarin e jashtë në rrugë të lidhur në derën e oborrit. Kur po e zgjidhnin, disa që rinin aty i pyetën, pse po e zgjidhni gomarin? Të 2 nxënësit thanë që kishte urdhëruar Jezusi dhe ata i lanë ta merrnin gomarin. Ja sollën Jezusit, i vunë rrobat e tyre për të shërbyer si samar dhe vetë Jezusi hypi mbi të. Shumë njerëz shtruan rrobat e tyre si qirim gjatë rrugës, të tjerët thyenin degza lisash dhe i hidhnin rrugës. Populli që shkonte para e pas Jezusit broriste, Hosana, roft ai që vjen në emër të Perëndis, roft mbretëria e atit ton David që po vjen. Hosana, lavdini qiell Perëndis. Por disa farisejnë mes turmës i thanë, Mësues, përmbajnë nxënësit e tu,
Por Jezusi u përgjigj: Ja ku po ju them, në qoftë se ata pushojnë, gurët do të përtasin. Kur Jezusi u ofrua dhe pa qytetin që shtrihej para tij, qau për të dhe tha: Sikur ta kuptoje edhe ti këtë ditë se nga ku varet paqja jote, por ti tashti je i vërbuar. Do të vi koha kur armiqtë tu do të rrethojnë, do të grumbullojnë rreth teje dhe do të bllokojnë nga të gjitha anët. Ata do të shkatrojnë plotësisht ty dhe popullin brenda mureve të tua. Në Jeruzalem, Jezusi hyri përsëri në tempull dhe menjëherë filloi të dëbonte të gjithë tregtarët e blerësit. Këmbyesve të parave u përmbysi trajezat dhe shitësve të pëllumbove banakët, e nuk lejoi asnjëri të mbante ndonjë sent në proborin e jotçifutëve të tempullit. Ai u tha: A nuk thuhet në shkrimin e shenjtë se Perëndia deklaroi: Tempulli im le të jetë vend ku të gjithë popujt mund të më luten. Por ju e shndruat këtë në shpellë kusarësh. Kur kryeprifrinjtë dhe mësuesit e ligjit të dëgjuan këtë, kërkuan në rastin për të vrarë Jezusin. Kishin frikë nga ndikimi i tij, sepse populli përpinte çdo fjalë të mësimit të tij. Në mbrëmje, Jezusi me nxënësit e tij u larguan përsëri nga qyteti. Në Jeruzalem, Jezusi shkoi përsëri në tempull. Ndërkohë, kryeprifrinjtë dhe këshilltarët ju ofruan dhe pyetën: Nga i merr ti të drejtën të paraqitesh këtu? Kush ta ka dhënë këtë pushtet? Edhe unë do t'ju bëj një pyetje, ju përgjigj Jezusi. Në qoftë se ju më përgjigjeni vetë, unë do t'ju tregoj se me ç'pushteti bëj këto. Më thoni, nga mori Gjon pakzori pushtetin që të pakzoi? Nga Perëndia apo nga njerëzit? Ata u këshilluan me njëri tjetrin. Në qoftë se i themi nga Perëndia, atëherë ai do të na pyesë pse nuk i besuat Gjonit. Ndërsa po t'i themi nga njerëzit, atëherë populli do drejtohet kundër nesh sepse të gjithë u bindën se Gjoni ishte profet. Kështu që ju kthyen Jezusit e i thanë: Ne nuk e dim. Asun pra, u tha Jezusi, s'do t'ju tregoj se kush më ka dhënë këtë pushtet. Para turmës, Jezusi paralajmëroi nxënësit e tij dhe u tha: Kujdes për mësuesit e ligjit, të cilët duken të kënaqur në veladont e tyre dhe kërkojnë të përshëndeten me respekt nga njerëzit rrugës. Në shërbimin fetar ulen në radhën e parë dhe në kosti ulen në krye gjithashtu. Ata bëjnë lutje të gjata për të lënë përshtypje të mirë, por ata në të vërtetë janë mashtrues që me mashtrim ua heqin vejushave shtëpitë e tyre. Këta veçanërisht do të dënohen rënd. Jezusi shkoi lart dhe pasi si të pasurit po hidhnin dhuratat e tyre në arkën e lëmoshës. Erdhi gjithashtu një vejushe e varfër dhe hodhi 2 monedha bakri. E Jezusi tha: Me të vërtetë po ju them, kjo vejush dha më tepër se të gjithë të tjerët. Ata dhanë vetëm nga tepricat e tyre, kurse kjo vejush e varfër dha gjithçka që kishte për jetes. Disa njerëzve u bëri përshtypje tempulli se ishte stolisur me gur të bukur e me dhurata kushtuar Perëndis. Por Jezusi tha: Do të vi koha kur gjithçka që shihni do të rrëzohet, e s'do të mbetet as gur mbi gur. Mësues, e pyetën ata: Kur do të ndodhë kthimi i Mesis? Nga do ta kuptojmë se do të ndodhë kjo gjë? Kujdes, u përgjigj ai, të mos mashtroheni, sepse shumë do të vinë në emrin tim e do t'ju thonë: Unë jam Mesia dhe erdhi koha e caktuar. Mos shkoni pas tyre dhe mos keni frikë kur të dëgjoni për luftra dhe për revolucione. Këto duhet të bëhen më përpara, por ende nuk është fundi. Dhe përsëri vazhdoi: Një popull do të luftoj kundër një populli tjetër dhe një shtet do të sulmojë një shtet tjetër. Gjithkund do të ketë tërmete të mëdha, zi buke dhe epidemi. Do të ketë fenomene të tmerrshme dhe në qiell shenja të mëdha. Por para se të ndodhin gjitha këto, do t'ju përndjekin, do t'ju arrestojnë sepse ju më takoni mua. Ata do t'ju hedhin në gjyq të sinagogës dhe në burg. Do t'ju nxjerrin para mbretërve dhe qeveritarëve. Ky do të jetë rasti që të dëshmoni për mua. Vendosni më përpara të mos e përgatitni mbrojtjen tuaj, sepse unë vetë do t'ju jap fjalët, të cilat kundërshtarët tuaj nuk do të jenë në gjendje të kundërshtojnë, dhe unë do t'ju jap urtësi, së cilës askush nuk mund të qëndrojë. Ju do të tradhtoheni edhe nga prindrit, vëllezërit, të afërmit dhe miqt, e disa nga ju do të vriten. Të gjithë do t'ju urrejnë, sepse më takoni mua, por asnjë çime floku nga koka nuk do t'ju humbas. Me durimin tuaj do fitoni jetën e vërtetë. Jezusi predikonte çdo ditë në tempull, e në mbrëmje dilte që të kalonte natën në malin e ullinjve. Herët në mëngjes, të gjithë njerëzit e prisnin në tempull dhe dëshironin ta dëgjonin.
po afroi festa në cilën haj buka e pabrujtur, do me thënë Pashkët. Kryeprifëtrinjtë dhe mësuesit e ligjit kërkonin rastin të vrisnin Jezusin, pa ja hequr vëmendjen popullit sepse ja kishin frikën. Pastaj Satani hyri në Judën nga Karioti, njëri nga të 12 nxënësit e tij. Ai shkoi tek kryeprifëtrinjtë dhe oficerët e rojës të tempullit dhe foli me ta se si t'u adorzonte Jezusin. Ata u gëzuan shumë dhe propozuan t'i jepnin para. Ai pranoi dhe kërkoi rastin e volitshëm për ta dorëzuar pa dinin e njerëzve. Erdhi dita kur duhet të therreshin qengjat e Pashkëve. Jezusi dërgoi Pjetrin, Gjonin dhe u tha: "Shkoni e na bëni gati darkën e Pashkëve." "Ku dëshiron?" pyetën ata ta bëjmë gati. Ai ju tha: "Dëgjoni, por sa të hyni në qytet do të takoni një njeri i cili mban një shtam me ujë. Shkoni pas tij në shtëpinë në cilën ai do të hyjë dhe thuajini zotit të shtëpisë: Mësuesi të pyet ku është vendi ku do të ha darkën e Pashkëve me nxënësit e mi. Ai do t'u tregojë një dhomë të madhe të sipërme dhe të pajisur me jastëg. Atje bëheni gati." Ata shkuan dhe gjetën gjithçka pikërisht siç u tha ai dhe përgatitën darkën e Pashkëve. Kur erdhi koha për darkën e Pashkëve, Jezusi u ul bashkë me apostujt e u tha: "Kisha shumë dëshirë të ha bashkë me ju këtë darkë të Pashkëve, para vuajtjeve të mia, sepse po ju them, unë do ta festoj përsëri, vetëm atëherë kur të plotësohet në mbretërinë e Perëndisë ajo që shënohet në çdo darkë të Pashkës." Pastaj Jezusi mori gotën, tha lutjen e falënderimit dhe u tha: "Merreni këtë dhe lëreni të kaloj dorë më dorë duke pirë nga ajo. Ja ku po ju them, se unë s'do të pi më verë deri atëherë kur të vi mbretëria e Perëndisë." Pastaj mori bukën, tha lutjen e falënderimit, e theu, e u dha duke thënë: "Ky është trupi im, i cili flijohet për ju. Bëjeni këtë gjithnjë ndër jush, që të sillni ndërmend atë që kam bërë unë për ju." Po ashtu u dha gotën pas darkës e tha: "Kjo gotë është dhjata e re, e vulosur në gjakun tim, i cili do të derdhet si flijim për ju." Më vonë, Jezusi doli e shkoi siç e kishte zakon në malin e ullinjve. Pas i shkuan edhe nxënësit. Kur erdhën në atë vend, ai u tha: "Lutjuni Perëndisë që të mos bini në provën që po vjen." Pastaj u largua prej tyre një të hedhur guri, rënë gjunjë dhe u lut: "O Atë, largoje prej meje këtë kup vuajtjesh. E megjithatë, le të bëhet vullneti yt e jo i imi." E ju duk një ëngjëll nga qielli që i dha fuqi. Me që e zuri një ankth i madh dhe më tepër u lut, djersa e tij u bë si pika gjaku që binin mbi tokë. Pasi u lut, u ngrit dhe shkoi tek nxënësit. I gjeti në gjumë, të kapluar nga hidhërimi. Ai u tha: "Pse po flini? Ngrijuni dhe lutuni që të mos bini në provën që po vjen." Tek po fliste, u afrua një grumbull njerëzish. Në krye të tyre vinte njëri nga 12 nxënësit e tij, Juda. Ju afrua Jezusit për ta përshëndetur me puthje, por Jezusi i tha: "Jud, me të puthur po e tradhton birin e njeriut?" Jezusin e arrestuan dhe e shpun në shtëpinë e kryepriftit. Kryeprifëtrinjtë dhe mbar këshilli kërkonin ndonjë dëshmi kundër Jezusit që të mund ta dënonin me vdekje, por nuk gjenin. U paraqitën vërtet shumë dëshmitar të rrem, por dëshmitë e tyre nuk u pajtuan. Më në fund u paraqitën dy e thanë: "Ne e dëgjuam se ai tha, unë do ta shkatroj këtë tempull të ndërtuar nga njerëzit dhe do të ndërtoj për 3 ditë një tjetër që nuk do të ndërtohet nga njerëzit." Dhe atëherë deponimet e tyre u kundërshtuan. Pastaj kryeprifti u ngrit më këmbë midis këshillit dhe pyeti Jezusin: "A ke gjë për të thënë kundër këtyre padive?" Por Jezusi heshti. Kryeprifti tha: "A je ti Mesia, biri i Perëndisë?" "Po, unë jam," tha Jezusi. "Edhe ju do ta shihni birin e njeriu të ulur në të djathtë të gjithë pushtetshmit Perëndi. Gjithashtu, do të shihni se si do të vijë ai si gjykatës me rreth i qiellit." Atëherë kryeprifti grisi rrobat e tha: "Nuk na duan më dëshmitar. Ju vetë dëgjuat sharjen e tij kundër Zotit. Cili është vendimi juaj? Meriton të vdes?" thirrën ata një zëri. Pastaj disa filluan të pështynin. Ja mbuluan fytyrën, e qelluan me shpulla dhe pyesnin: "Gjeje pra kush qelloi sepse ti je profet?" Pastaj ju afruan rrojtarët dhe vazhduan ta rrihnin. Kur u zbardh, u mblodhën këshilltarët bashkë me kryeprifëtrinjtë dhe mësuesit e ligjit dhe nxorrin Jezusin para këshillit të lartë të tyre. Ata i thanë: "Na thuaj, a je ti Mesia?" Ai ju përgjigj: "Edhe po t'ju them, nuk do të më besoni. Nëse do t'ju pyesja, nuk do të më përgjigjeshit, e as do të më lëshonit. Por duke filluar që tani,
Biri i Njeriut do të jetë i ulur në anën e djathtë të gjithfuqishmit Perëndi. Pra, ti je biri i Perëndisë, ë? Thirrën të gjithë. Ai ju përgjigj: Ju mirë thoni, ashtu jam. E ata thanë: S'kemi më nevojë për dëshmitar. Ja, ne vetë dëgjuam këtë nga goja e tij. Të gjithë u ngritën dhe shpun Jezusin tek Pilati, ku filluan edhe ta padisnin. Kemi vënë se ky njeri po e nxit popullin ton për kryengritje. Tha se ne s'duhet t'i japim më Cezarit tatim. Përveç kësaj, tha se është vetë Mesia, mbreti. E Pilati e pyeti: A je ti mbreti i çifutëve? Po, ashtu është, ju përgjigj ai. Pastaj Pilati u tha kryeprifërinjve dhe popullit: Asnjë arsye nuk ka për ta dënuar dhe nuk gjej gjë tek ky njeri. Por ata ngulën këmbë duke thënë: Ky po nxit popullin për kryengritje duke mësuar në përgjithë Juden. Filloi në Galile dhe tashti erdhi gjerë këtu. Pilati kur e dëgjoi këtë, pyeti se mos ky njeri ishte Galileas. Kur mori vesh se ai ishte nën jurisdiksionin e Herodit, e dërgoi tek Herodi, i cili gjithashtu ishte në atë kohë në Jeruzalem. Kur Herodi pa Jezusin, u gëzuar shumë. Kishte kohë që dëshironte ta shihte sepse kishte dëgjuar shumë gjëra për të dhe shpresonte që do të shihte ndonjë mrekulli të tij. I bëri shumë pyetje, por Jezusi nuk i përgjigje fare. Kryeprifërinjtë dhe mësuesit e ligjit shkuan përpara dhe e padisnin furishëm. Herodi bashkë me ushtarët e tij e përbuzit dhe vuri në lojë. Pastaj e veshi me një rrobë të bardhë dhe e dërgoi para Pilatit. Herodi dhe Pilati më parë ishin armiq për vdekje, por këtë ditë për çudi u bën miq. Pilati thiri kryeprifërinjtë, antarët e Këshillit të Lartë dhe turmën për t'u mbledhur e u tha: Këtë njeri e sollët para meje, duke paditur se po nxit popullin për kryengritje. Ja, unë para jush e mora në pyetje dhe nuk gjeta tek ai asnjë faj për cilin ju e padisni. Ky s'ka bërë asgjë që të meritoj vdekjen. Pra, do ta fshikulloj me kamzhik dhe do ta lëshoj. Por të gjithë pranishmit bërtitën: Zhduke këtë dhe na lësho Barabën. Baraba ishte futur në burg për një trazir që kishte bërë në qytet edhe për vrasje. Përsëri Pilati u foli sepse donte ta lëshonte Jezusin, por ata vazhduan të bërdisnin: Kryqëzoje! Ai për të tretën herë u tha: Përse, ç'të keq që ka bërë? Unë nuk gjeta ndonjë faj tek ai që të meritoj vdekjen. Pra, do ta rraf me kamzhik dhe do ta lëshoj. Por ata përsëri bërtisnin një zëri dhe kërkonin që të kryqëzohej. Në fund fituan britmat e tyre. Prandaj Pilati nxori vendimin që ata kërkonin. U alëshoi atë që ishte në burg për trazir dhe për vrasje, pra atë që kërkonin, ndërsa Jezusin e dorëzoi të kryqëzohej që të plotësoj dëshira e tyre. Ushtarët e guvernatorit e shpun Jezusin në oborin e kështjellës dhe u mblodh rreth tij mbarë parti. E veshën me një mantel të kuq dhe në kokë i vun një kuror të gërshetuar me ferra. Pastaj filluan ta përshëndetnin. Të falemi o mbreti i çifutëve, të risnin ata duke u tallur. I binin kokës me një shkop, e përshtynin, binin në gjujë para tij dhe e nderonin me tallje si mbret. Pasi ushtarët u tallën mjaft me të, ja hoqën mantelin, e veshën me rrobat e tij dhe pastaj e shpun për ta kryqëzuar. Jezusin e shpun në një vend që quhet Golgotha, domethënë Kafka. Atje donin të jepnin Jezusit të pinte verë të përzier me një narkotik, por ai e refuzoi. E gozhduan në kryq dhe i ndan nëpërmjet tyre rrobat e tij. Me anë të shortit caktuan se çfarë do të marrë secili. Ishte ora 9 kur e kryqëzuan. Për mikok e kishin vënë një tabelë në të cilën ishte shkruar arsyeja e dënimit: Mbreti i çifutëve. Njëkohësisht kryqëzuan pranë Jezusit 2 terroristë, njëri në të djathtë, tjetri në të majtë. Kështu u plotësua pjesa e shkrimit që thotë: Unë numërua ndër keqbërësit. Kalimtarët tunin kokën dhe shanin Jezusin: Ti që doje ta rënoje tempullin e ta rindërtoje për 3 ditë, atëherë lirohu dhe zbrit nga kryqi. Po ashtu, edhe kryeprifërinjtë, mësuesit e ligjit e këshilltarët tallishin me të. Të tjerët i ndihmoi, vetveten nuk mundet ta ndihmoj dot. Ky Mesi dhe mbreti i Izraelit. Le të zbres tashti nga kryqi. Kur ta shohim këtë, atëherë do ta besojmë. Njëri nga kriminalët e kryqëzuar e pyeu Jezusin: A nuk je ti Mesia? Shpëtoj veten dhe ne. Por ai tjetri e qortoi shokun dhe i tha: Edhe tani s'ke frikë nga Perëndia? Megjithatë, ti je i dënuar me vdekje dhe me të drejtë. Ne të dy po vuajmë dëshkimin që meritojmë, por ai nuk bëri asgjë të keqe. E Jezusit i tha: Kujto mo Jezus kur të vish si mbret që të mbretrosh. Jezusi i tha: Unë Mesia po të them që sot do t'jesh me mua në parajs. Rrethosh 12 u arsuaj dielli dhe tërë vendi u mbush nga errësira gjerë në orën 3 pas ditës. Pastaj perdja e tempullit u çan mes.
Dhe Jezusi i bërtiti me zë të lartë: "O Atë, në duart e tua po dorëzoj shpirtin tim." Me këto fjalë ai dha shpirt. Kapiteni romak, i cili ishte mbikëqyrës i ekzekutimit kur pasesh ndodhi, i dha nder Perëndis dhe tha: "Sigurisht, ky njeri ishte i pafajshëm." Edhe njerëzit që kishin ardhur atje për të parë këtë ngjarje, kur pan se ç'ndodhi, u kthyen shumë të tronditur. Nga larg rinin të njohurit të Jezusit, veçanërisht gratë që kishin shoqëruar nga Galileja dhe po e vështronin. Një njeri i mirë dhe i drejtë që quhej Jozef, këshilltar nga Aramateimi, një qytet i Judes, nuk e kishte miratuar vendimin dhe as veprat e tjerëve, dhe po prisi që Perëndia të themelonte mbretërinë e tij. Erdhi tek Pilati dhe ju lut për trupin e Jezusit. Pastaj e zbriti të vdekurin poshtë nga kryqi, e mbështolli me pëlur dhe e vuri në një varr brenda në shpellë ku askush ende nuk ishte varrosur. Kjo ndodhi të premten, pak para se të ndronte dita. Ndërkaq gratë e kishin shoqëruar Jezusin nga Galileja, shkuan me Jozefin, e pan varrin dhe varrimin e trupit të tij. Pastaj u kthyen në qytet, bën gati vajra dhe parfumet për ta balsamosur kufomën. Të shtunës Të dielën, herët në mëngjes, gratë erdhën tek varri duke mbajtur vajrat e parfumuara që kishin bërë gati. Gjetën gurin e rrokullisur nga kryka e varrit. Hyn brenda, por nuk gjetën trupin e Zotit Jezus. Ndërsa rinin ashtu të habitura, menjëherë ju ofruan dy njerëz me rroba të shkëlqyera. Gratë u trembën dhe u përkulën për tokë, por të dy njerëzit u thanë: "Përse kërkoni të gjallën ndër të vdekurit? Ai nuk është këtu, është ringjallur. Kujtohuni se ç'u tha kur ai ishte ende në Galile. Biri i njeriut duhet të dorëzohet armiqve të Zotit dhe të kryqëzohet, por ditën e tretë ai do të ngjallet." Pastaj atyre u ran ndërmend fjalët e tij. U kthyen nga varri dhe u thanë të gjitha këto të 11 nxënësve të tjerë, edhe të gjithë tjerëve gjithashtu. Këto ishin Maria nga Magdala, Johana dhe Maria nëna e Jakovit, si edhe disa gratë tjera. Ato u thanë apostujve se ç'kishin parë, por apostujt i morën këto fjalë për trillime dhe nuk u besuan. Ishte vonë, mbrëmje, po atë të diel. Nxënësit kishin frikë nga udhëheqësit që fut dhe për këtë i kishin mbyllur dyert me çelës. Pastaj erdhi Jezusi dhe zuri vend mes tyre. "Ju përshëndes", u tha ai. Pastaj u tregoi duart dhe brinën e tij. Ata u gëzuan shumë kur panë Zotin. Kur erdhi Jezusi, Toma, i quajtur Didim, njëri nga 12 nxënësit, nuk ishte i pranishëm. Më vonë të tjerët i treguan se kishin parë Zotin, kurse Toma u tha: "Nuk do ta besoj derisa mos i shoh shenjat e goshtëve në duart e tij." Së pari dëshiroi t'i prek me gisht dhe ta vë dorën në brinën e tij. Pas një jave, nxënësit ishin mbledhur përsëri në shtëpi dhe Toma ishte bashkë me ta. Dyert ishin mbyllur me çelës. Jezusi erdhi, zuri vend mes tyre e u tha: "Ju përshëndes." Pastaj ju drejtua Tomës: "Prek me gishtin tënd këtu dhe shikoj duart e mia. Ma jep dorën tënde, prek e plagën në brinjën time. Edhe mos dyshoma, por beso se jam unë." Pastaj Toma ju përgjigj: "Zoti im dhe Perëndia im." Jezusi i tha: "Tashti që më pe, a u binde? Lumë të gjithë ata që nuk më shohin, e megjithatë më besojnë." Të 11 nxënësit shkuan në Galile, në atë mal që kishte caktuar Jezusi. Kur e pan atje, ran përmbys para tij, por disa e bën këtë me mbdyshje. Jezusi ju ofrua atyre u tha: "Perëndia më ka dhënë fuqi të plota të pakufizuara në qiell dhe në tokë. Për këtë shkoni tek gjithë kombet e botës, e bëni prej tyre nxënësit e mi. Pagëzojeni në emër të Atit, Birit e Shpirtit të Shenjtë dhe mësojeni të zbatojnë gjithçka që ju kam urdhëruar. Ju duhet dini këtë, unë jam me ju, gjithmonë, deri në mbarimin e kësaj epoke. Ju do të mbusheni me Shpirtin e Shenjtë. Ai do t'ju bëjë ju të aftë të paraqiteni gjithkund si dëshmitar të mi, në Jeruzalem dhe në mbar Juden, në Samari dhe gjën në skajnë më të largët të botës." Ndërsa po thoshte këtë, u ngrit në sy të tyre. Një re e mori, kështu që ata nuk e panë më. Ndërsa po vështronin lart, papritur i qëndruan pranë tyre 2 njerëz të veshur me rroba të bardha. "Ju Galileas", thanë ata, "pse rini këtu e shikoni lart? Ky Jezus që u mor në qiell do të kthehet pikërisht këtu, si e pat, duke u larguar nga ju." Perëndia e deshi botën aq shumë
sa dha birin e tij të vetëm, që kush beson atë të mos vdes, por të ketë jetën e përjetshme. Vëllai dashur, në qoftë se ti pranon me gojë Jezusi është Zot, dhe në qoftë se me gjithë shpirt beson se Perëndia e ka ngjallur atë nga të vdekurit për shfaqësimin ton, ti do të shpëtosh. Kush beson me gjithë shpirt në Mesin, vjet në një raport të drejtë me Perëndin. Kush pranon me gojë se Jezusi është Zot, do të shpëtojë. Për informacion të mëtejshëm mbi personin më të rëndësishëm që ka qenë në këtë botë, kontaktoni personin që ju dha kasetën ose shkruani në adresë të Audio Scriptures International. Adresën do ta gjeni në kasetë. Audio Scriptures International ka këtë portret të Jezusit, librin e plotë të Dhjatës së Re, ungjij të veçantë në gjuhën shqipe dhe në shumë gjuhë të tjera gjithashtu.